Kjo video tregon historinë e pabesueshme të një burri që ishte në prag të vdekjes. Në atë moment kritik, një infermiere nxitoi pranë tij dhe ajo që ndodhi 45 minuta më vonë do t'ju lërë të habitur. John Jurus jetonte një jetë të qetë në Salem, Oregon. Çdo mëngjes ai shkonte në punë dhe kryente rutinën e tij të zakonshme. Ishte i fejuar me të dashurin e tij të bukur, Janet Carter, të cilën adhuronte thellësisht, dhe ajo ndjente të njëjtën gjë për të. John rrallë vizitonte spitalin pasi pothuajse kurrë nuk sëmurej. Megjithatë, në një ditë fatale gjithçka ndryshoi. Në mëngjesin e dritshëm të 4 prillit, ai papritur filloi të djersinte shumë dhe një dhimbje e mpret i përshkroi gjoksin. "Çfarë mund të jetë e gabuar?" murmuritja ai në zë, duke vendosur duart mbi gjoksin që i dhimbte. Ju shpresoi se dhimbja do të qetësohej, por fatkeqësisht kjo nuk ndodhi. Një ndjesje e çuditshme u përhap në të gjithë trupin e tij dhe dhimbja vazhdoi. Në atë moment, ai kuptoi se diçka ishte seriozisht e gabuar, por çfarë mund të ishte? Nuk kishte ide se çfarë po ndodhte. Pa hezitim, ai telefonoi të dashurin e tij dhe i kërkoi që ta çonte në spital. "Mbaj mend që i thash, më duhet të shkoj në spital", tha ai. Nuk mund ta përshkruaja as me fjalë se si ndjesha në atë moment, ishte thjesht e tmerrshme. Janet u trondit pasi kurrë nuk shkonte te mjeku. Megjithatë, ajo e dinte që diçka duhet të ishte gabuar, kështu që nuk i vuri në dyshim kërkesat e tij. Gruaja e futi në makinë, ndezi motorin dhe e drejtoi drejt për në spitalin Salem. Ajo voziti sa më shpejt që mundi sepse kishte frikë se mos e humbiste. Gjatë udhëtimit për në klinik, gjendja e tij ishte e qëndrueshme. Megjithatë, kur mbërritën në zonën e urgjencës së spitalit, zemra e tij kishte ndaluar së rrahuri. Gruaja e friksuar shtypi borien e makinës, por askush nuk mund ta dëgjonte, kështu që ajo menjëherë vrapoi në spital dhe kërkoi ndihmë. Për fat, aty pra ndodhi një infermiere që sapo kishte filluar turnin e natës. Kujdesarja nuk e dinte në fillim se çfarë po ndodhte, por mund të shinte që gruaja ishte duke nxituar dhe dukshëm e tronditur, kështu që menjëherë vrapoi jashtë me të. Kur hyri në makinë, ajo kuptoi që Jurus ishte në gjendje të tmerrshme. Menjëherë filloi të kryente CPR në makinë. Kur hyra në makinë, kuptova që situata ishte e tmerrshme, kështu që fillova CPR për të mbajtur zemrën e tij duke pompuar dhe për të lejuar rrjedhjen e oksigjenit në tru, tha infermierja. Pak çaste më vonë mbërritën më shumë personel mjekësor në vendngjarje. Ata e nxorrën nga makina dhe e vendosën në një barel. Në atë moment, infermierja e përkushtuar bëri diçka të manitshme për ta mbajtur gjallë. Ajo u hodh sipërtij dhe filloi të kryente përsëri CPR. Ajo vazhdoi ndërsa personeli mjekësor e çoi burrin 61 vjeçar në dhomën e urgjencës. Infermierja shtoi. Sapo u hodha sipërtij dhe fillova të kryeja CPR duke e parë dhe duke vëre sa keq duke në atë moment, e dija që duhet ta mbaja të qëndrueshëm derisa ta çonin në dhomë. Për fat, kishte shumë mjek për të ndihmuar Juras. Ata përdorën defibrilator 10 herë mbi të. Fatkeqësisht zemra e tij vazhdonte të dobësohej dhe të rifillonte. Megjithatë, mjekët nuk ndaluan përpjekjet për ta ringjallur. Burri kishte nevojë për disa medikamente dhe energji për të rindezur zemrën e tij. Për fat, pas rreth 45 minutash punë të palodhur nga mjekët, ai më në fund u kthye në jetë. A nuk është kjo gjë e jashtëzakonshme? Pasi Jurus rifitoi vetëdijen, mjekët e zhvendosën në një laborator kateterizimi. Atje një kardiolog në spital zbuloi se kishte një arterie të bllokuar në zemrën e tij. Ata me sukses hoqën bllokimin nga arteria, por ai kishte një periudhë rikuperimi prej 10 ditësh në spital. Mjeku i urgjencës Jeff Hemstreet dhe ekipi i tij mjekësor ishin të lumtur të shihnin Jurasin të shëndetshëm pas ringjalljes së tij. Ishte një moment i kënaqshëm për ta. Janet ishte mirënjohëse ndaj spitalit për atë që kishin bërë për të dashurin e saj. Ishte shumë e gëzuar të shinte atë të gjallë pas arrestit kardiak. Sipas saj, asnjë fjalë nuk mund të përshkruante sa mirënjohëse ishte ndaj spitalit. Për Jurasin, ai do të ishte përjetësisht mirënjohës ndaj spitalit për mënyrën se si shpëtuan jetën. I mbietuar i tha: "Nëse nuk do të ishin për ekipin mjekësor në spitalin Salem, tani do të isha e vdekur. Jam ende gjallë sot sepse ata bën më të mirën për të më shpëtuar. Ajo që bën për mua ishte absolutisht një mrekulli. Unë u detyrohem jetën time." Pas qëndrimit të tij 10 ditor në spital, ai u lirua nga spitali dhe u kthye në shtëpi. Pa dyshim, ai ishte një luftëtar i vërtet. Një burr tjetër që mbijetoi mrekullisht nga një arrest kardiak i rënd ishte Miroslav Zjados nga Anglia.
Miroslav jetonte në St. Ives, një qytet bregdetar në Angli. Sa herë që shkonte për pazar, ai gjithmonë merrte biçikletën dhe zbriste në dyqanin më të afërt në qytet. Megjithatë, ai kurrë nuk e dinte që diçka e tmerrshme do t'i ndodhte një mbrëmje të ftohtë. Ishte 21 qershori. Mirës doli nga shtëpia për të marrë disa gjëra në qytet. Pasi mori gjithçka që i nevojitej, doli nga dyqani dhe hipi në biçikletë. Fatkeqësisht në atë moment pësoi një arrest kardiak dhe u rrëzua në tokë. Burri nuk mund të merrte frymë. Për fat dy oficer policie, jashtërbimi dhe një kardiologe, Claire Chapman, mbërritën në vendngjarje menjëherë pas kësaj ngjarje të tmerrshme. Ajo, e cila gjithashtu ishte jashtërbimit atë natë, punonte si staf në spitalin Royal Pepworth Angli. Atë natë, ajo sapo kishte përfunduar blerjet për çaj. Papritur ajo pa një turm njerëzish që po mblidheshin ndërsa dilte nga dyqani. Çfarë mund të jetë duke ndodhur? Mendoi me vete dhe ju ofrua për të parë se çfarë po ndodhte. U trondit kur pa Miroslav të shtrirë në dysheme, menjëherë filloi të vepronte. Infermiera kontrolloi pulsin e tij, por nuk gjente asgjë. Vuri re që fytyra e tij ishte bërë zbet. Në ato momente ajo kuptoi që burri kishte pësuar një arrest kardiak. Ajo e dinte që duhet të bënte diçka për të shpëtuar jetën e tij, kështu që filloi të kryente CPR mbi burrin që po vdiste. Pas 8 minutash të plota ai rifitoi vetëdijen dhe mundi të merrte frymë. A nuk është kjo e manitshme? Burri u vendos në një ambulancë dhe u dërgua në seksionin e urgjencës në spital. Atje mjekët punuan për të zhbllokuar arterien e tij. Claire, e cila i shpëtoi jetën burrit, tha: "Kur e pash nuk mund ta besoja. Pyesja veten sa kohë kishte qenë aty. Megjithatë vura re që nuk po merrte frymë dhe nuk kishte puls. Menjëherë instinkti më shtyu dhe fillova të kryej CPR në rotacion me disa njerëz të tjerë dhe arritëm të bënim të merrte frymë dhe të stabilizoj përsëri. Edhe pse ajo ishte kujdesur për pacientë që kishin pësuar arrest kardiak në spital për 12 vjet, ajo kurrë nuk ishte hasur një situatë si ajo e Miroslav. Megjithatë, ishte e kënaqur që mundi të shpëtonte jetën e tij. Gjithë jetën time, duke punuar në repartet e kardiologjisë në spitalin Royal Pepworth, kurrë nuk më është dashur të bëj diçka të tillë më parë. Shpresoj të mos përdorësh kurrë aftësitë e tua për CPR, por është kaq e rëndësishme që të gjithë të jemi të trajnuar në rast se ndodh. Jam vetëm e lumtur që isha aty në kohën e duhur. Ishte kaq ngushëlluese ta shija përsëri të gjallë, shpjegoi infermierja. Të nesërmen në mëngjes, ajo u kthye në punë në spital dhe pa Miroslav që po shëroi mirë. Më vonë gjatë ditës, djali i tij Matthews, nusja dhe mbesa erdhën për ta vizituar. Mjekët i thanë familjes së tij që nëse nuk do të kishte qenë për infermierën Claire, ai nuk do të kishte mbijetuar. Sipas mjekëve, shkalla e mbijetesës për arrestin kardiak është jashtëzakonisht e ulur dhe ndodh larg një klinike. Kur familja e Miros pa infermierin Claire, ata ju afruan të mbushur me mirënjohje për atë që ajo kishte bërë. Ata i dhanë asaj shumë dhurata dhe një buqet të bukur me lule si shenjë falënderimi. Siç mund ta imagjinoni, ishte një moment thellësisht emocional për infermieren. Miroslav duhet të qëndronte në spital për disa ditë ndërsa mjekët kryenin teste të ndryshme mbi të. Më pas ai u lirua dhe u lejua të kthehej në shtëpi, ku vazhdoi udhëtimin e tij drejt shërimit të plot. Brenda pak javësh shëndeti i tij u përmirësua ndjeshëm. Më vonë, ai dërgoi një letër të përzemërt për infermieren dhe pjesën tjetër të stafit të spitalit, duke shprehur mirënjohjen e tij. Dua të falenderoj infermieren Claire dhe të gjithë ata që më shpëtuan jetën atë natë, tha burri. Pa ndihmën e tyre, unë nuk do të isha këtu sot. Jam gjithashtu thellësisht mirënjohës ndaj mjekëve që u kujdesën për mua në spital.